A erdhe? Erdha. A u lodhe? Po normal që u lodha. Pas që të punuve veç ti, plot shkojnë punë si kur ti. Shkon punë që ti, e njës punën, kryet orari, edhe vjen shpi. Po ti shumë letë kështë e bërë me fjallë. Pse s'po qohesh pra? Që cigare ti bleva? Falenderit. Shumë falenderit. Unë s'moj ma qështu. Edhe po të kallëza i veç edhe që të muj se ko me lanë, ti bën ja qysh dush. Shë ki me lanë? Shë ki me lanë? Punën ko me lanë. Pse? Qysh pse? Se s'moj ma qështu. Bë punë të shpis, shkon punë, bën e buken, këshiri fmin, ku ma? E kush me punu be? Ti di se unë s'moj, ti di se më njerën e koqit në pimidisit. E di se ki që më vla me kam unë. S'pa më interesan. Puna bë qka dush. Nga. Këshire. As vjen gjina pikë spari këshire me telefon tim. A mës jam të kajt në erën e. Se këshirë shfar telefonit. Të kuptoj, jam të kuptu pas 20 jam të kuptu. Ti e nervoz ti. I e lodhë të punë. Si jam nervoz. O, majme, kime pushuve? Majme, ti e di kur ta e besën unë. A jam të rujtë më sport s'ka? Jo. Pikë natës s'jam të ardhë. Me darë të nërë të poshtë, s'jam të darë. Shoshnin e keqe, nuk e kam. Edhe, halabe e të gjetë me mshtrit me mshkela. Gjënabe për më dhe për mundet me tartë. Pas 20, po, kur gjobës jam të t'lip kushte. Venit bes jam të livrit për qëto. Po nga e nisin. Ti e di beson jetën e ja për ti. Qu ka dale? Laj dut, laj sit pakës, këfjellësh. E ban bukën, kështë pregatit nesën me ambër. Hajna bok, pina qaj masën edhe, që? Marrë bet koft. Halaki vullnet me baj gare. Qu bili shko merë djalin për shkolla, mësë më bënë nervaz ma shumë. Me njerë. Edhe, këshërishte, pse më të të nejtë në me të mirë, mos më nështë edhe se unë mëjme edhe me nuk e cejnë edhe me shku me t'i lajtë e në të atje. Mos e të proshti. Apo ecë? Po, më rëqysh jo. A kipe peserot ti qes naft keri se... Ec, hajde, Kam më mlonë dhimë djalli, beso për djallin e kam. Ec. Këshirë. S'kam lopë që, s'kam qenë, që? Libre, që shkallova në shkollë, a ki detyra sët? Po, kam detyra shpije, shumë të le. A nësët një marë në babi mi ba. Unë ashtu kështë jo më lodhë. A që të një muke, shpret ti. Shqive s'qelet, pasha zotin po. Alo. Që qenë të mu? Vallë, ka shpija, po? Hajni, blet, ja? Posh zotin. Aha. E po... Po, që për 5 minuta, 10 vi. Hajni. U po, hajt. Ka e njës, ku jetu shku? Ka kam njedh me qëtore ato. Sa Po. mirë. Sri shumë sonte. Së rënë shumë. Revidin a i natë me djallin, marove, vesh të dalë. Kusë po kallët që e qajtore me hi flaka kështu. Që ka be djallit? Që ka të mungu djallit? Që ka të mungu? Këtë atë mirë ati ka. Shtarë me fëmijët mirë na. Mos jam të shku që të rikon një. Ej. A ki be një pësërë? Pashë zotin. Një me të mu dash, një pësërë. S'ka. Babaj s'kam heq. Pasë unë s'kam ku një ma. Kiki. S'po t'vjen marrë mi dy pare grusa që? Beve që më së bani se ja, dilë ka zoja edhe koj shiva, ti se otëm një pare bori. Edhe na i ditë shko me dalë krejtë në fatë. Tank! Vesh di, që s'ka mo. Hajde se jam baqani, ti, dhe se nuk gjojnë. Hajde, ngoj e mamin, a ne? Hajde shme.
Qire këta? Mi vetë më veçara se një kafa. Lebe, farë kafe. Shpesh më kanë pagujt, vallë apo. Malë rrëti se si kira anët me qitë kafe dikujna me dja. A kera unë para asha po puna jote? Ja, apo, shpesh më kanë pagujt, vallë apo. Valla be, marrë be do të me të ardhë. Të në ditën rrët kafe, paguja ti. Vetë pa punë, gruja të punu ti paguj kafe tjere. Marrë më do të me të ardhë. Mama më si në gjënat të zoti. Këthyra me të pagujt kafe, ti kim bënd me më përmen mua? More, ti kafe e pinë, na dy ka një kafe qëtu, jo këtë kafe të me pagu kafe. Qo e po ta që ka lidi? O pse ba, qas punën e letë e kënë gjitë me po pore, ka Allah, ja shumë për Veç. Apo t'vje letë pisër kuj me marë porët. Arton që t'je rubanën arton. Mame më si në gjëna. Ti ki me për mu se kush punën që ka punën ma përmena? E po është zotë. Për të mirën tonë, më rekam, o. Ezbe vlave, ezbe. Do me thonë edhe që ata shokë që më theren, qka më në kanë për mu? Kërnërsima për menë. Po para me në qka folin, ma shpine për mu ata. Burin e fort e mban puna. Që s'ka kohë mu marë me njerës që bojnë thashetenë. Burin e lik e kurit dembelizmi, si kur musat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet, madhërimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botrave. Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selamet dhe salavatet tona qofshin për më të dashurin e njerëzimit, për zotrion e të gjitha krijesave, Muhammed Mustafan, familjen e tij fisnike, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, motra dhe të nderuar ju të gjithë që po na ndiqni. Sot do të flasim për një dukuri që po vije gjithnjë duke u bërë më e zakonshme. Në një kohë ku teknologjia dhe kultura e rehatis po na tundojnë, është shumë e lehtë të bijesh në kurthin e dembelizmit. Pra, në veçanti, do të flasim për atë që e pa më herët, për burrin dembel, ai i cili ik dhe i largohet përgjegjësive dhe kërkon vetëm rehatinë e tij, duke harruar kështu detyrimet e tij ndaj vetes, familjes dhe shoqërisë. Por, përkundrazi kësaj, ne kemi udhëzuesit më të mirë, Kuranin dhe Sunetin, që janë zgjidhje për çdo gjendje, për një jetë të plotë dhe të përgjithshme. Islami është fe e punës dhe e përgjegjësisë. Për këtë kemi argument ajetin kuranor ku Allahu në Kuran thot: "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a", dhe se njeriut nuk i takon tjetër përveç asaj që ka punuar. Ky ajet na tregon qartë se njeriu e korr vetëm atë që e mbjell. E dembelizmi padyshim që është kundërshtar i këtij mësimi. Dembelizmi na largon nga detyrat tona si njerëz, po ashtu edhe si besimtar. Burri që e shmang punën dhe nuk përpiqet të sigurojë jetesën e tij dhe të familjes së tij, ai bie ndesh me parimet islame. Ne e kemi shembullin më të mirë të njerëzisë, pejgamberin ton, i cili në një hadith të tij ka thënë: "Kur nuk ka ngrënë dikush ushqim më të mirë se sa ai që ka fituar nga duart e veta." Ne e dim se pejgamberi jon nuk ka qenë kur dembel, as në punët e shtëpisë, se lëre më në adhurimet e tij shpirtërore drejtuar Zotit. Një burr dembel nuk është vetëm një pengesë për familjen e tij,
por edhe një pengesë përveç zhvillimin e tij shpirtëror. Një burr dembel, jo vetëm që dëmton familjen e tij ekonomikisht, por edhe veten e tij moralisht duke humbur kështu dinjitetin dhe qëndrueshmërinë. Dembelia na sjell varfëri, mos respekt nga të tjerët dhe humbje të përgjegjësisë. Ai i cili largohet përgjegjësive dhe nuk përpiqet të sigurojë jetesën e tij, e lë gruan dhe fëmijët e tij në vështirësi, duke i detyruar kështu ata të kërkojnë ndihmë nga të tjerët, ai padyshim që bie ndesh me mësimet islame. Ai po ashtu nuk mund të quhet as bashkëshort e as baba i mirë. Allahu në Kur'an thot: Inna Allahe la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Vërtet, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata të ndryshojnë veten e tyre. E nëse jemi dembel, nuk mund të presim që Allahu të na jep nga begatitë e tij. Nuk mund të presim që të jemi pjesë e furnizimit të tij. Furnizimi vjen me punë dhe me përpjekje, jo me qëndrim pa veprim. Për ta t'i kaluar dhe ka përcyer sa më mirë dembelizmin e sa më lehtë, duhet t'i hedhim vetes disa kushte dhe synime. E para ndër to, kërkim ndihma nga Allahu, me lutje të sinqerta, me namaz, po ashtu edhe me adhurime drejtuar atij. E dyta, me vendos qëllime të qarta, me ja përcaktu vetes detyrat e tua që i ke ti si burr për veten tënde, për familjen dhe shoqërinë, dhe me i fillu me i zbatu ato duke filluar nga hapat e vegjël e duke vazhdu duke i rritur hapat. E treta, me i kujtu përgjegjësitë, me ja kujtu vetes që ti si burr je mbikëqyrë si familjes tënde. Andaj, kjo është një detyrë e madhe që kërkon përgjegjësi, punë dhe kujdesje. Dhe e fundit, të marrim shembuj të inspirohemi nga shembujt e mirë. Ne e kemi shembullin ton më të mirë, pejgamberin ton, pastaj vazhdojmë te shokët e tij, po ashtu edhe te besimtarët e devotshëm. Për fund, e lut Allahun të na jap shëndet të mirë në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. E lut Allahun të na jap fuqi dhe vullnet për të qenë njerëz të dobishëm, të punës dhe të përgjegjësisë. E lut Allahun të na ruaj nga dembelia dhe përtacia. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.